Kujdesuni për punët tuaja dhe mos ia zbuloni sekretin e martesës kujtdo që ju propozon. Kjo thënie nga Imam Aliu thekson rëndësinë e ruajtjes së punës personale dhe të mos zbulimit të sekreteve për çdo që propozon martesë. Le të thellohemi në kuptimin më të thellë të kësaj thënie të bukur në dritën e Kuranit. Imam Aliu i këshillon muslimanët që të mbrojnë dhe ruajnë punët e tyre, duke treguar nevojën për maturi dhe privatësi në çështje të caktuara. Ky udhëzim nga Imam Aliu gjen mbështetje në Kuran. Allahu në suren Muminun ajeti 5 dhe 7 thot: "Dhe ata që i ruajnë pjesët intime të tyre, përveç grave të tyre, ose atyre që i kanë në pronësinë e vet, ata nuk do të fajsohen. E kush kërkon kënaqësi përpos këtyre, të tillët me të vërtet janë kundërvajtës." Këto ajete nxjerrin në parë rëndësinë e ruajtjes së çështjeve private, duke përfshirë marrëdhëniet intime dhe të përmbahen nga zbulimi i tyre, përveç atyre që janë partner të ligjshëm në martesë. Është një kujtesë për muslimanët që të tregojnë kujdes dhe të mbrojnë sekretet e tyre, pasi zbulimi i tyre dhe të tjerët mund të çojë në pasoja negative. Këshillat e Imam Aliu gjithashtu përputhen me mësimet kuranore mbi rëndësinë e besueshmërisë dhe ruajtjes së konfidencialitetit. Allahu në surën Huxhurat, ajeti 12 thot: "O ju që keni besuar, shmanguni dyshimeve të shumta, në të vërtetë disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni të metat e njëri tjetrit ose përgjoni njëri tjetrin. Mos vallë, dëshiron do kush për jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur, e juve kjo u është e neveritshme. Druajuni Perëndis, me të vërtetë Perëndia është pranuesi i pendimit dhe mëshirës." Këto ajete theksojnë nevojën që muslimanët të përmbahen nga përhapja e thashëthemeve, përgojimeve apo tradhtinë e besimit të tjerëve. Është një kujtesë për të mbrojtur sekretet dhe besimet që na janë besuar, pasi të veprosh ndryshe, do të ishte e ngjashme me konsumimin e mishit të vëllezërve dhe motrave tona, gjë që është e neveritshme në sytë e Allahut. Këshilla e Imam Aliut gjithashtu thekson rëndësinë e dallueshmërisë dhe urtësisë në zgjedhjen e një partneri të përshtatshëm për martesë. Është thelbësore të zgjidhni dikë që mund t'i besosh sekretet dhe çështjet personale. Martesa është një lidhje e shenjtë dhe ndarja e sekreteve me bashkëshortin duhet të bëhet me kujdes dhe konsiderat maksimale. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për muslimanët që të ruajnë punët e tyre dhe të mos ia zbulojnë sekretet e tyre kujtdo që i propozon martesë. Ajo përputhet me mësimet kuranore mbi rëndësinë e privatësisë, besueshmërisë dhe ruajtjes së konfidencialitetit. Duke ndjekur këtë këshill, muslimanët mund të mbrojnë çështjet e tyre personale dhe të sigurojnë shenjtërinë e marrëdhënieve të tyre. Allahu na dhënë të mençurinë dhe mirëkuptimin për t'i zbatuar këto mësime në jetën tonë.